sparin qeveri, pastaj edhe në Parlamentin e Kosovës, dhe i kam përcjell sidomos segmentet e sigurisë për shkak se kam qenë involvuar në to. E para, çdo ngritje e institucioneve të Kosovës nga partia në pushtet, sa ka qenë opozit, është pa me dyshim, është pa me refuzim, edhe ju e dini që janë dhënë deklarata që kjo nuk është pavarësi, kjo nuk është ushtri për forcën e sigurisë Kosovës, dhe i ka ndodhur gjitha. Për shkak se transformimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, trupat mbrojtëse të Kosovës e dim çfarë nënçmimi i është cilësuar atë trupa mbrojtëse të Kosovës, duke e ditur ne sakt se jemi në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të ndodhi në tranzicion edhe formimi i forcës sigurisë Kosovës në mision ushtarak. Dhe kjo ka ndodhur. Domethënë çdo gjë që ka ndodhur po e përmendi. Edhe tjetra, ne me që jemi përfaqësues që i dim rolin e segmenteve të sigurisë, do ta dim që nismat, angazhimet deri në momentin sa zbëhet akti kryer, janë në një fush veprim të cilin nëse mund ta quaj jashtë opinionit, për shkak se ne edhe kur i kemi bërë ligjet për ushtrin deri në momentin sa janë bërë draftet, janë përpunuar në qeveri, kanë ardhur në Parlamentin e Kosovës, nuk i kemi bërë publike për shkak se u dit reagimet që mund ndodhin nga ata që nuk kanë dashur që të forcohet Kosova me sigurinë e saj. Dhe kur kanë ndodhur ligjet, atëherë ka ndodhur edhe aprovimi edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht, edhe për gjandarmërinë që u përmend, nuk mundesh me dalë me një deklarat pa qenë me një nismë e cila njëherë përpunohet për brenda, krijohet ligji, pastaj dilet në opinion edhe ato përsëri në harmonizim e në koordinim, si po thot kolegu, me partnerët ndërkombëtar të NATO-s. Për shkak se ne do të jemi pjesë e NATO-s dhe unë jam i sigurt që një qeveri e cila krijon besim, krijon siguri në vend dhe krijon mundësi nesër shumë shpejt mund të jemi NATO. Nëse vazhdojmë të luajmë siç ka ndodhur me rastin e Defender, se publike ka qenë, edhe vetë përfaqësuesit e NATO-s e kanë thonë, domethënë janë çështje që duhet në partneritet, sepse bota po zhvillohet duke pas aleat fuqishëm. Tani, doni sipërfaqe çështja e partneritetit edhe ato se sa është zhvilluar. A dëshironi të vijojmë tutje apo flasim për policinë e Kosovës?